Prej disa muajsh, depozitimi i mjeteve inerte nga mjetet tonazhit të rënd do të kryej në zonën e Jallisë së Nartës, proces i cili tashmë ka nisur. Mjetet do të tarifoheshin në bazë të peshës së inerteve të cilat do të depozitonin në këtë zonë. Por në mungesë të një peshoreje, a ka një peshë të saktë të mjeteve inerte, por edhe të tarifës që ato duhet të paguajnë. Duket se diçka e tillë nuk ndodh, diçka përcaktohet me sy dhe nuk ka një vlerë të përcaktuar, pasi mungon peshorja, edhe pse më parë u fol se ajo do të vijë në dispozicion të gjitha mjeteve të tonazhit të rënd. Depozitimi i mbetjeve inerte në Jallinë e Nartës u prezantua si një zgjidhje efikase për një problematikë me të cilën qyteti i Vlorës është përballur prej vitesh. Në këtë zonë u vendos detrari për kontrollin e mjeteve të tonazhit të rënd, të cilat duhet të paguanin një tarifë në varësi të sasisë së inerteve që depozitonin. Projekti u reklamua si një mënyrë për të vendosur rregull dhe transparencë në administrimin e mbetjeve inerte, por realiteti në terren duket krejt ndryshe. Aktualisht, problematikat vijojnë të jenë të pranishme dhe funksionimi i kësaj skeme mbetet i paqartë. Edhe pse mjetet tarifohen sipas peshës së inerteve, në vend grumbullim mungon peshorja, për të cilën u deklarua publikisht se do të vendose. Kjo ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën se si përcaktohet tarifa që duhet të paguajnë drejtuesit e mjeteve. Burime nga zona bëjnë me dije se gjithçka funksionon me sy, pa asnjë matje reale dhe pa një sistem të qartë kontrolli. Vlera e pagesës përcaktohet në mënyrë të përafërt sipas vlerësimit subjektiv të ngarkesës së inerteve, ndërkohë që mungon çdo standard matje apo dokumentim i saktë. Në këto kushte procesi jo vetëm që humbet besueshmërinë, por krijon dhe hapësira për abuzime dhe mungesë transparence. Tarifat e mbledhura kalojnë më pas në ndërmarrjen e shërbimeve publike, e cila përfiton nga këto pagesa. Megjithatë, nuk ka asnjë informacion të qartë për qytetarë dhe subjekte mbi mënyrën se si llogariten këto tarifat, cilat janë kriteret zyrtare dhe ku përfundojnë konkretisht të ardhurat e mbledhura. Deri më tani mungon transparenca institucionale, ndërsa asnjë autoritet nuk ka dhënë sqarime bindëse për funksionimin real të këtij procesi. Në vend që të ishte një zgjidhje përfundimtare për menaxhimin e mbetjeve inerte në Vlorë, situata në Jallinë e Nartës duket se ka krijuar një tjetër problematik, ku mungesa e kontrollit dhe standardeve vazhdon të mbetet shqetësim serioz për qytetarët dhe bizneset që operojnë në këtë sektor.